Përshëndetje Arlind, mirë se keni ardhur në Solo Intervista. Është kënaqësi për mua. Atëherë, çfarë mund të thoni për karrierën tuaj nga bankët e shkollës mesme, shkollës të lartë, e deri sot që jeni pedagog? Në fakt, shkolla ka qenë përgjithësi një nga pasionet e mia, raporti me librat, me studimin. Kështu që unë jam shkolluar gjithë jetën time në qytetin e Tiranës, do të thënë që nga fillorja në shkollën diku quhej Konferenca e Rabinotit, pastaj mbas 1990-s ajo shkollë 8 vjeçare filloi të quhej Osman Myderizi. Shkollën e mesme kam bërë tek Ismail Qemali, Pom Tiranë. Pastaj në vitin 2000 kam qenë brezi i parë i studentëve të degës shkencës politike, sapo u hap ajo në Universitetin e Tiranës. Jam diplomuar në vitin 2004 për shkencë politike. Në vitin 2005 pastaj kam filluar punë si pedagog i ri në departamentin ku isha diplomuar, dhe pastaj ndërkohë që isha pedagog i ri kam kryer dhe kualifikimet e tjera, domethënë duke kulmuar me doktoratën që kam mbrojtur në të njëjtin departament në vitin 2015. Janë bërë pothuajse 20 vjet që jam pedagog në Universitetin e Tiranës edhe në departamentin e shkencës politike. Është në fakt puna që jo vetëm e bëj me qejf, por që edhe konsideroj puna më e bukur në botë. Edhe një nga arsye pse nuk kam asnjë merak që nuk jam në Kuvendin e Shqipërisë është se do kem mundësi edhe për 4 vite të bëj punën më të bukur në botë. Pastaj besoj se ndjenja e përgjegjësisë politike që është më e gjerë se sa karriera individuale ka për të qenë faktori mjaftueshëm, sigurisht me mbështetjen e qytetarëve, me votës qytetarë mas 4 viteve, për të qenë në Kuvendin e Shqipërisë. Ku jeni Arlind i gjithë energji? Po tek pasioni, domethënë kur diçka e bën me pasion, kur diçka e bën me qejf, ti nuk e sheh si kosto, ti nuk e sheh si barr, ti nuk e sheh si lodhje. Unë kam pasur fatin në jetë që të merrem me gjërat që i kam pasion. Domethënë që në vegjëli kam pasur qejf të lexoj mbi fjala versionet për fëmijë të poetëve dhe tragjedianëve të vjetër grek, pastaj kam qenë i apasionuar qyshërët që në 8 vjeçare me historinë. Dhe pastaj edhe studimet e mia, po edhe aktiviteti im politik ka qenë rrjedhoj e këtyre pasioneve për historinë, për politikën, për shoqërinë në përgjithësi. Aktivizmi im politik është një lloj përmbushje në raport me profesionin tim, sepse politikën unë nga plani profesionale e shoh si studiues, e shoh si objekt studimi, mirë pastaj pasi mbyll detyrimet në universitet, përpiqem